Ervin, të përshëndes, cilat janë informacionet që kemi nga kjo ngjarje dhe çfarë përfaqëson pronari i këtij subjekti? Lokali i cili është sulmuar me armë zjarri të llojit Kalashnikov, ku në vendin e ngjarjes janë zgjedhur rreth 15 gëzhoja, është në pronësi të Mondivogës, një person i cili është me precedent penal për shkak të se është kapur edhe më herët rreth 2020 me armë zjarri në automjetin e tij, ku në ato kohë edhe është arrestuar, por edhe për ngjarje të tjera të përfshira që nga viti 2018, ku dyshohet se ai ka marrë pjesë në dhunimin e avokatit Ilia në zonën e Durrësit, konkretisht në dyert e gjykatës, ku pikërisht Mondivoga, duke qenë edhe shoferi ish prokurorit Arjan Doj, u dyshua në ato kohë se ka qenë dhunuesi kryesor i avokatit Ilia. Ka qenë edhe një dëshmi e dhënë nga babai i Vogës, pra Kadri Voga, i cili po ashtu ka thënë se djalin e tij e ka shtyr vet ish prokurori Arjan Doj në dhunimin e avokatit Ilia. Pra këto kanë qenë deklaratat e bëra nga vet Kadri Voga, babai i Mondivogës, ndërsa ditën e sotme fatmirësisht nuk ka pasur persona, ku në deklaratat që ka bërë në polici, Mondivoga ka thënë se ka qenë vet i pranishëm në hotelin dhe në lokalin ku ka ndodhur ngjarja dhe që është sulmuar me Kalashnikov, por kanë qenë edhe familjar të tij si bashkëshortja edhe fëmijët. Në fakt po hetohet në disa drejtime, por kryesisht pista kryesore është ajo se çfarë ka bërë në të shkuarin Mondivoga dhe incidentet apo konfliktet që është përfshirë. Pra kjo është pista kryesore ku janë hetuesit dhe të përqendruar, por sigurisht do të shikohen edhe konfliktet e ditëve të fundit nëse ka pasur apo jo me persona të dyshuar. Dyshohet se autorët kanë qenë 2 persona me një automjet, ku po hetohet lidhur me këtë automjet për gjurmimin dhe gjetjen e tyre, në mënyrë që të kemi edhe autorët e mundshëm, megjithëse ende jemi larg identifikimit të këtyre autorëve. Dyshohet se këta 2 persona, njëri ka pasur rolin e shoferit, ndërsa autori tjetër ka qelluar nga rruga kryesore në drejtim të biznesit, lokalit dhe hotelit të Mondivogës në zonën e Fushkryes. Ervin, ne do të jemi së bashku edhe për një tjetër çështje, bëhet fjalë për hakerimin e faqes bashkisë, ka qenë Homeland Justice, pikërisht hakerat iranian që kanë marrë përsipër këtë çështje, cilat janë informacionet që kemi? Të paktën në mëngjesin e sotëm në grupin e tyre në Telegram, pasi ka një grup pra Homeland Justice, ku vazhdimisht kanë bërë sulme ndaj Shqipërisë dhe dyshohet se pas tyre fshihen hakerat e shtetit iraniane dhe ditën e sotme ata kanë shpërndar një informacion duke pretenduar se kanë sulmuar faqen zyrtare të Bashkisë së Tiranës, që në fakt nëse tentohet që të aksesohet në rrjetin online, pra nuk është i mundur pasi faqja del sikur është rrëzuar apo shutdown. Paktën ky është një pretendim se kanë marrë edhe të dhëna, por megjithatë janë pretendime që mbeten tek grupi Homeland Justice, është pra hakerat iranian, pasi u zbulua edhe nga hetimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që erdhën në ndihmë Shqipërisë dhe u zbuluan se pikërisht të hakerat iranian pra fshihen pas edhe këtij grupi në Telegram. Pritet që faqja e Bashkisë së Tiranës të rikthehet në orët në vijim dhe për të parë nëse ka apo jo dëme, apo thjesht ka qenë një sulm, siç një ndryshme sulm me dodës, apo që ka një fluks të lartë vizitorësh dhe bën që faqja nga ky fluks i lartë vizitorësh të bie dhe të bëjë shutdown, apo kanë marrë të dhëna pa pritet në orën në vijim për të parë edhe se çfarë ishte ky sulm. Faleminderit Ervin Leka për raportimin.